Kryeministri Edi Rama, në kuadër të konferencës së 9 ndërqeveritare në Bruksel, u ndal edhe te debati mbi investimin e planifikuar në Zvërnec. Duke ju përgjigjur interesimit të gazetarëve, kreu i qeverisë sqaroi se projekti nuk është ende i finalizuar, ndërsa procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis është duke u zhvilluar. Rama theksoi se çdo hap po ndërmerret në përputhje rigoroze me rregulloret dhe standardet e Bashkimit Evropian. Komisioni punon bazuar në fakte, punon bazuar në të dhëna, punon bazuar në burime të verifikuara. Ndaj jam i sigurt që edhe ju në qoftë se do të kishit interes për faktet, për të dhënat, për burimet e verifikuara, do të kuptonit se nuk ka asgjë për të shqetësuar. Projekti është ende punë në vazhdim. Projekti nuk është askund, nuk mund të jetë askund dërimtar sepse nuk është finalizuar. Dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis është në proces e sipër. Gjithçka po bëhet sipas rregullave qysh prej ditës së parë, pavarësisht emrave. Përmendja e emrave nuk është diçka që na ndihmon për të shkuar tek e vërteta. Dhe kur them sipas rregullave, ka vetëm një libër rregullash që vlen për ne, që është libri i rregullave të standardeve të antarësimit dhe libri i rregullave të Komisionit të Bashkimit Evropian. Pra, ideja që Shqipëria do të vazhdonte përpara me diçka që nuk do të ishte në përputhje të plot me librin e shenjtë të besimtar dhe ateistëve në Shqipëri, që janë standardet e parimet e Bashkimit Evropian, është pretendim pa bazë. Duke reaguar ndaj shqetësimeve të ngritura, Rama siguroi se nuk ka vend për alarme, duke u zotuar se standardet mjedisore do të respektohen plotësisht.